Ura e Mesit, një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore historike, është ndër më të vizituarat në rajonin e Shkodrës dhe më gjerë. Jo pak turistë të huaj që vinë në Shkodër, pjesë të guidës së tyre turistike kanë edhe vizitat në këtë objekt, siç ishte edhe ky grup të rinj nga disa shtetet e Europës. Pas vizitës në qytetin e Shkodrës, ndalesa e parë e tyre ishte Ura e Mesit, prej nga shprehën se ishin të mrekulluar me qëndrimin në vendin tonë. I love Albania and Albania stole my heart. Shqipëria më ka vjellë të zemrën edhe më i pëlqen edhe qejtë në Shqipëri. Është shumë e bukur dhe e pastër Ura. Shumë e pastër dhe jo jo me turinat. Kam shëdit shumë në për Europë edhe është dita parë që jam këtu dhe vendi më i preferuar tash për tashin në Europë. Këtë sezon turistik Shkodra po vizitohet nga një numër i madh turistë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Krahas interesimit për destinacione turistike si Velipoja, Shiroka, Lumi i Shalës, Thethi, Razma dhe Kelmendi, ata kanë përfshirë në guidat e tyre dhe objektet e trashëgimisë kulturore historike si Kalaji Rozafos, Ura e Mesit, Kalaji Adrishtit e të tjerë. Vetëm Urën e Mesit vitin e kaluar e kanë vizituar rreth 3000 turistë sipas agjencive turistike, ndërsa këtë vit pritet që ky numër të tejkalohet ndjeshëm.